Policia e shtetit në të gjithë vendin ka shtuar prezencën e saj me qëllim ardhjen në ndihmë të banorëve në nevojë në zonat e përfshira nga përmbytjet, si dhe të përdoruesve të rrugës për të parandaluar aksidentet rrugore, si pasojë e situatës së krijuar nga rreshtit që kanë përfshirë territorin prej ditësh. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka urdhëruar shërbimet policore të ndalojnë menjëherë ata shtetas që në këto kushte ekstreme, ku lumejt kanë prurje të mëdha, ushtrojnë aktivitete rafting si dhe të sekuestrojnë mjetet e lundrimit. Gjithashtu, policia e shtetit apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës që të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe të zbatojnë udhëzimet e shërbimeve policore në të gjitha akset të vendit, pasi si pasojë e motit të keq me resheshiu në disa segmente rrugore ka prezencë uji apo edhe rënje të gurve inerteve. Strukturat e policisë janë në terren për të ndihmuar dhe për të parandaluar ngjarjet rrugore dhe po bashkëpunojnë me firmat kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve me qëllim pastrimin në kohë të segmenteve ku si pasojë rreshjeve ka patur rënje inertesh. Për gjëras nevoje në rrugë, qytetarët janë të ftuar të telefonojnë në numrin 112.